Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun azza wa jall për të gjitha të mira që na i ka dhënë. Elusim Allahun që të na bën nga robët e tij falëndërues, mirënjohës, adhurues të denjtë të tij. Me salavdarat atë bekimet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekën këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në takim e fundit morëm për emrin e Allahut azza wa jall El-Jabbar. Dhe pas emrit të Allahut El-Jabbar, renditja që është në surën El-Hashr, na e ofron një emër tjetër të Allahut xhalla xhelalu që kemi nevojë edhe për të flasim dhe përmes një emri ta njohim Allahun xhalla wala më tepër. Fjala është për emrin e Allahut El-Mutakabbir, El-Jabbar El-Mutakabbir. Para se të kaloj tek kuptimet e emrit të Allahut El-Mutakabbir, disa nga dietarë sikur se Ibn Qayyim rahimullah thotë se emri Allahut El-Jabbar dhe emri Allahut El-Mutakabbir janë si sharime shtesë të emrit të Allahut El-Aziz. Sikur që në vijim të ka El-Khaliqu El-Bari'u El-Musawwir. Andaj El-Bari edhe El-Musawwir janë sharime të detajzuara të emrit të Allahut El-Khaliq. Sikur do të marrim më vonë inshallah binillah. Edhe përse si pyetja ka një aspekt të saktuar të veçantë që dallon prej tjerëve, mirë po emri Allahut El-Aziz apo mund të kuptohet edhe më mirë, edhe më drejt, edhe më mirë të detajzuar nëse kupton drejt edhe emri Allahut xhallahu El-Jabbar edhe El-Mutakabbir. Andaj pothuajse Ibn Qayyim i thotë dhe dietar të tjerë se sa përmendet i ndar emri Allahut El-Aziz apo atëra mund përfshin të çdo gjë që është përmendur tek emri El-Jabbar dhe El-Mutakabbir. Andaj El-Aziz El-Hakim, El-Aziz tëra që ka të bëjë edhe me ato që është El-Aziz, mirë po që ka të bëjë me emrin Allahut El-Jabbar dhe El-Mutakabbir. Qase normalisht sikur se kemi thënë, gjitha këto emra flasin për një qenie, flasin për një krijues, apo dhe padyshim se plotësojnë njëra tjetër. Nuk mund të jenë ato të ndara nga njëra tjetra. Por padyshim se sikur se edhe është e dishme se emrat Allah xhallahu ala janë të kategorizuara me kategori të ndryshme. Ato që kanë të bëjnë për shembull me fuqinë dhe pushtetin e Allahut azza wajal, sikurse El-Jabbar, El-Aziz, El-Mutakabbir. Ato që kanë të bëjnë për shembull me pastrimin e Allahut nga tmetat, sikurse janë apo Es-Subbuh, El-Quddus, Es-Salam. Ato që kanë të bëjnë për shembull me krijimin e Allahut azza wajal, me fuqinë e krijimit e kësaj radh, El-Khaliq, El-Bari, El-Musawwir kësaj radh, janë të ndarë në kategori që të gjitha këto të flasin dhe të na njoftojnë për Allahun te barekuhu teala. Andaj emri Allahut El-Mutakabbir. El-Mutakabbir është padyshim një nga emrat e Allahut xhallahu ala që ka ardhur në surën El-Hashr i përmendur pas emrit të Allahut El-Jabbar. Rënja e këtij emri në gjuhën arabe vije prej një shprehje që është e njohur për neve, nga se përdorim çdo ditë apo Kebura ose Akbar, me i madh apo Kebir, i madh, i lartë e kështu me radhë. El-Mutakabbir në raport me Allahun xhallahu ala, nga se mos të llojmë në kuptime gjysore të shumta, nga se gjitha këtu e kanë kuptimin e lartësisë, e madhësisë e kështu me radhë. Emri Allahut El-Mutakabbir në raport me Allahun xhallahu xhelaluhu i ka disa kuptime, të cilat i shërbejnë njëra tjetrës e nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën. El-Mutakabbir në vetën e tij përmban kuptime të një lartësimi, të një ngritjeje. Prandaj edhe Mutakabbir në gjuhën arabe i thonë, në rrafshin njerëzor i thonë njeriu të mendje madh. Apo ai i cili është ngrit me një bindje se është më i mirë se të tjerë, me një bindje se ka vlera më shumë se të tjerë. Dhe në bazë të kësaj ndjenje ai i nënçmon të tjerë. Se njeriu me pas bindje apo se ka vlera më shumë se të tjerë në kuptim të besimit, apo pa përbuzë dhe nënçmim negativ. Kjo diçka tjetër, mi po mendje madhe është diçka tjetër. Njeriu mendje lart që sillet me nënçmim dhe përbuzë në njerëzve. Ana sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mendimasin, refuzimi i të vërtetës është e ndihmë të mendje lart, unë jam shumë banal se këmë mësu mu çka është kjo, për shembull. Këti njeriu në gjuhën arabe thënë mutakabbir.
Po padyshim se në raport me Allahun xhallahu ala është diçka tjetër. Andaj ka mundësi që një emër, sikur se emri El Jabbar, në rrafshin njerëzor të jetë me kuptim negativ, të keq, të shëmtuar, ndërsa në raport me Allahun xhallahu ala të ketë kuptim të lavduar dhe kuptim të lartë të ngritur. Nga se Allahu xhallahu ala leysa kamithlihi shay. Nuk është sikur sa ai askush, ai nuk i ngjan krijesave. Për këtë arsye ka mundësi që nganjëra një veprim ose një cilësi, një emër në raport me Allahun xhallahu ala sikur sa është tjetër i lavdëruar, në raport me njerëzit të qortuar. Nganjëra një gjë në raport me krijesat mund të jetë e lavdëruar, në raport me krijuesin të jetë e qortuar. Për shembull, në raport me një njeriu mungesa e fëmijët apo është një mungesë, është një mangësi. Mos është mangësi, njerëzit nuk do të kërkojnë fëmijë. Madje njerëzit shpenzojnë dhe investojnë para, shumë gjëra apo për ta plotësuar këtë mangësi. A zakonisht është mangësi shëndetësore. Mungon tek mashkulli diçka ose mungon tek gjinia femërore diçka, do një smundje, andaj është mangësi. Nëse Allahu xhallahu ala është për sosmëri, është lavdat mos e gëzimi fëmijët atë. Prandaj ajo që mund të lavdërohet Allahu me të, nuk domosdoshmërisht se lavdërohet me të dhe krijesa. Dhe e kundërta, ajo që mund të konte na e mirë, do të thotë që domosdoshmërisht duhet të jetë edhe mirë tek Allahu subhanahu teala. Andaj mund të kebbir tek njerëzit është e qortuar, nga se ka një njeri me ndje lart që ngritet padrejtisht mbi të tjerët atë. Ose ngritet padrejtisht mbi disa veprime të caktuara atë. Nga se ai thot unë nuk ha kështu, unë sulna këtu padrejtisht. Dhe kjo është e qortuar. Nëse në raport me Allahun xhallahu ala është ngritja e Allahut azza xal dhe lartësimi i tij përballë veprimeve të caktuara që absolutisht apo nuk janë të hijshme të përshkruajnë Allahut azza xal apo. Prandaj sa Allahu xhallahu ala e ngrisim lart nga mundësia e të bërit padrejtësi, e kemi aktivizuar emrin e Allahut al-Mutakabbir. Sa artimi se Allahu xhallahu ala është aq i lartë që nuk bën sherr, apo nuk bën keq, nuk bën dëm, nuk i zgënjen rrobat e tij, apo gjitha këtu i kuptojmë kodrat e emrit të Allahut el-Mutakabbir. Gjasë ai është më i lartë, ai është më i madh, ai është më i ngritur se që të bën veprime të tilla që rrobat e tij apo shullat e tij. Prandaj Allahu xhallahu xhelalu jo vetëm që domthon jemi të sigurt nga shumë emrat e Allahu xhallahu ala sa ai nuk bën padrejti për shembull. Mi po vetë emri Allahut el-Mutakabbir me kuptues se Allahu xhallahu ala ti për shembull si njëri, ti për shembull si njëri. Një njeri që është me karakter, një njeri që është me dignitet, apo një njeri që është moral shumë i sjellshëm, sa e nin në çmim, sa e nin për buzje, dikush më akuzu për shembull me gënjeshtër, për rën. I duket ndoshta më rën se flakaresh më thonë ato. I duket më rën se ndoshta më e lidh, kush e di çka më i marr për pasunisë. Ka se un për shembull kam pas sprova të shumta, kam pas raste të shumta ku kam qendruar, kam gënjy, për shembull, pse janë dëmtu, tash në këtë rast po gënjej. Do një manal se kjo punës, s'm ka hije më ran këtë drejtë. Ja besimtari për ballë të veprimeve nivet të nënçmuar, vetë dikush më ia përshkruaj veç më i thon dikush diçka në të nënçmuar, qase unë më ra këtu. Kjo ndrafsh njerëzor apo. Ndrafsh me Allahun xhallahu ala, është sikur se i takon Allahut azza xal. Ai është mutakabbir. Prandaj Allahu xhallahu ala është shumë më i lartë se më ia mundin dikujt apo. Dikush më punua, më angazhua dhe Allahu xhallahu ala mos më pagu si duhet, ose më ushtim me dikon, e ke bëu kaq, unë e kam bëu dhëra, ose ke bëu, unë s'kam mash. Allah është më i lartë, më kësi në Allahu xhallahu ala është el Jawad el Karim, është bujari dhe ai që jep me të madh, andaj mutakabbir është kuptim që e ngrit Allahu xhallahu ala mbi atë disa krijesa e apërshon Allahu xhallahu ala. Kjo është një kuptim i emrit të Allahut el Mutakabbir. Apo gjithashtu një kuptim i Allahut el-Mutakabbir është kuptimin e lartësimit dhe madhërimit duke i nënçmuar dhe përbuz ata që duan të jenë ndëmdhej. Andaj Allahu xhallahu ala kuptim njerëzor ka njëra ti një njeri që don më ushit diçka, që sa është ashtu apo? Apo detyrosh kanë me një veprim të caktuar me ulë të vani vet kurrë apo. Me nënçmu. Po ky nënçmim nuk është për ta përbuz si njeri. Apo por është për ta përbuz si një mëkatar, si keqbërës i cili nuk din kufinin e tij ku e ka. Andaj Allahu xhallahu nga njëra me anën e Mutakabbir, apo u tregon se njerëzit ku kanë vënë apo, duke i nënçmuar, duke i përbuz.
Nuk i prun situata tepër të palakmueshme apo të nënçmit dhe të përbuzës apo. Duke u azblut metet e tyre apo. Apo Allahu na rujt. Nganjëherë duke i prun situata që për shembull të marrin vendime dhe qëndrime të turpshme. Apo gjitha këtu Allahu xhallahu ala nga lartësia e tij i nënçmon ata që dojnë me qenë të lartë pa drejt. I nënçmon Allahu te bareka taala. Për shembull dikush që do mu ngrit pa drejtësisht mbi kresët e tij. Në emër të dijes, është i padijshëm, apo Allahu xhallahu ala me emrin e tij mutakabbir e nënçmon dhe e përbuz në raste tepër kritike për të dhe vendimtare, duke shpalur dhe demasku ignorancën e tij apo. Dikush do mu ngrit mbi kresët e Allahut azza xal me të lavdruarit për bamirësinë e tij apo. Allahu xhallahu ala me emrin e tij mutakabbir e nënçmon dhe e përbuz në raste të caktuara duke demaskuar gjendjen e tij dhe duke shpalosur kooperacion e tij apo. E kështu me radhë, gjitha ato demaskimet, nënçmimet, përbuzet që njerëzit i pretojnë për shkak se nuk po ndalen te kufini i dur, gjitha këto i pretojnë përmes emrit të Allahu xhallahu ala al-mutakabbir. Andaj Allahu xhallahu ala është mutakabbir në kuptimin e lartësimit dhe ngritjes, është larg cilësive të krijesave, është larg veseve të këqija, larg asaj. Larg asaj që Allah të jetë kështu apo. Andaj as me para nuk mush apo. Gjasë është mutakabbir. Edhe ai që është i lartë dhe ai që i nënçmon dhe i përbuz ata që tentojnë padrejtisht me i nënçmu dhe përbuz rrobat e tjera të Allahu xhalla xhelalu. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala sikur që është i lartë në cilësitë e tij, është i lartë me qenë e tij. Është i ngritur mbi arshën e tij. Edhe këtë kuptim mund të jap emri Allahu xhallahu ala el-mutakabbir. Andaj këto tri kuptime që i përmenda zakonisht kanë qarkulluar tek dietarët kur kanë folur për Allahut mutakabbir. Pastaj disa kanë detajzuar Allahu xhallahu ala është i lartë nga padrejësia, i lartë nga sherrri, i lartë nga kooperacia. Këto detaje pastaj janë me listë të gjatë, më mjafton të themi se Allahu xhallahu ala është shumë më i lartë, është shumë më i pastër, është shumë më i ngritur, apo se që dikujt pe njerëzve më ia marr hakun apo. Çka i duhet Allahut hakujt apo? Çka i duhet Allahut azhel me nënvlerësu mundin tën apo? Me kuptuar se njëri unë po bëj më shumë pozitiv se s'po jam manal dikun, se s'po jam ma respektuam, se s'po jam ma shumë risk s'po kam pse, s'po di pse. I themi Allahu është mutakabbir. Allahu është shumë më i lartë se ty me ta u mundën aty, ty me të nënçmu, atë më të më komë ngritëm. Ai është mutakabbir. Është shumë më i lartë Allahu xhallahu ala se dikur. Kush i jeti apo? Që me sfidu bimesin Allahu xhallahu ala, me sfidu rahmetin Allahu azza xal, me sfidu bujarin Allahu xhallahu ala, kush jemi na apo? Ai është shumë më i lartë se kjo apo. Prandaj kjo është një kuptim i rëndësishëm që e bart me vetë emri Allahu el-mutakabbir dhe kuptimet e tjera që unë i përmenda pra. Andaj gjitha kuptimet e madhërimit, ngritjes, lartësimit mund të përmbledhen në kuadër të emrit të Allahu xhallahu ala el-mutakabbir. Kur jemi tek pjesa e dytë për ndikimin e këtij emri në zemrën tonë, mund të përmendim disa pika të rëndësishme që duhet besimtarit të kushton rëndësi dhe vëmendje për ta përmirësuar gjendjen e tij të zemrës, e të veprave, e të gjymtyrëve, edhe me këtë emër të Allahut azza xal. Ase çdo emër sikur se kemi thënë edhe në fillim, apo e ka një rol të caktuar përballë përmirësimit të gjendjes tonë. Andaj kur jemi te emri Allahut el-mutakabbir, në cilën aspekt duhet me godit me këtë emër? Ase kemi shumë aspekte të ndryshme që duhet me godit me nga një emër, nga kënde të ndryshme. Mirë, me emrin Allahut el-mutakabbir, çfarë aspekti mund të godasim? Disa aspekte. Kryesori është të godasim në aspektin e mendimallësisë, apo që me njohjen e Allahut el-mutakabbir të ulim në maksimum, të zbejmë madje mundësisht të azgjësojmë çdo thërmi të mendimallësisë që gjen në zemrën tonë. Dhe duke u zbehur, dhe ndëruar, dhe duke u ulur, apo niveli i mendimallësisë për aq sa ulet niveli i mendimallësisë në zemrën tonë, për aq rritet kush niveli i modestisë dhe njerëzimit te Allahu xhallahu xhelalu. Nga se edhe një thërmi e mendimallësisë pengon apo instalimin e modestisë e kërkuar në zemrën e besimtarit. Mi po kur flasim për modestisë, kurse kanë folën desën e kaluar shkurtimisht, nuk flasim vetëm për atë modestinë, kuptimin e kufizuar njerëzor, modest ose asket, ose njëri që nuk lakmon dunjan, ose modest, atë kuptim nuk sillet me arrogancë, me dhunë për bon njerëzve, nuk është modestia për kufizuar vetëm në raport me njerëzit. Mirë po, unë du ma e lexoj një tekst të gjatë të Ibn Qayyimit rahimahullah, edhe mendoj që ky është i mjaftueshëm
vetëm për me e rregullu këtë aspekt përmes emrit të Allahut al-Mutakabbir. Edhe pse ka aspekte tjera, po mendoj që nëse veç këtë aspekt e rregulloj me emrin e Allahut al-Mutakabbir, apo është inshallah e mjaftueshme aftë. Ibn Qayyim rahimullah kur flet për modestin, apo thotë se modestia është disa lloje aftë. Mirë, po modestia më e kërkuar dhe më e lavdruar është modestia përballë fesë Allahut xhallahu ala. Ka se ke modesti përballë fesë Allahut, modesti përballë krijesave të Allahut xhallahu. Dhe modestia përballë fesë Allahut xhallahu ala, thotë Ibn Qayyim rahimullah, nën kupton të nështruarit ndaj tërë asaj me që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë Ibn Qayyim rahimullah, ky nështrim nën kupton 3 gjëra. Do gjë mirë me vëmendje. Nështrimi ndaj asaj që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qase nganjëherë na shpesh e themi, më nështru pejgamberin son. Kjo është një parolë e përgjithshme. Apo jo, kjo i ka detajet e veta, që nuk funksionon ndryshe, nuk mund të realizohet ndryshe përveç se në qoftë se bëhet përmes këtyre 3 pikave dhe ndërtohet mbi këto 3 shtylla që i ka pranë Ibn Qayyim rahimullah. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, "Wa dhalika bi thalathati ashya." Realizohet në nështrimin ndaj tërë asaj që ka me te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmes 3 pikave kryesore. Pika e parë, thotë Ibn Qayyim rahimullah, është do të thotë që en la yu'arada bi shay'in, mos të kundërshtohet ajo me që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me asgjë nga 4 kanalet kryesore që janë kundërshtuar pejgamberit. Do të ekzistojnë 4 kanale që gjithmonë krijesat i kanë përdorur dhe kanë ecë në to për të kundërshtuar pejgamberin e Allahut azza jalla. Ato janë stabile, ato janë të pandryshueshme, edhe sot janë funksionale ato. 4 gjëra me cilat është kundërshtu udhëzimi që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Qayyim min al-mu'aridat al-arba'a as-sariyati fi al-alam. Me 4 kundërshtime apo që janë të përhapura, të shpërndara dhe janë aktive vazhdimisht në botë. Kur nuk deaktivizohen, gjithmonë janë aktive. Po dikush nganjëherë me 8 kadra kundërshton Allahun na rut, dikush me 1, kusura mundo mos mungjin në asnjë prej këtyre 4 kanaleve që përmes tyre mund të kundërshtohet diç me të ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për atë sa kundërshtohet nga njëra nga këto 4 kanale, për aq apo vonohet instalimi i modestisë dhe për aq vonohet përfitimi nga emri Allahu al-Mutakabbir. Shikoj këtë lidhje zinxhirore që shpihet deri tek emri Allahu xhallahu ala al-Mutakabbir. Këto 4 kundërshtime janë, thotë Ibn Qayyim rahimullah, al-ma'qul wal-qiyas wal-dhawq was-siyasa. 4. E para, ajo që njerëzit e quajnë logjik dhe arsye. E dyta, ajo që njerëzit e quajnë, domethënë, qiyas, analogji. Nëse kjo kështu është, kjo do të mirë kështu. Ka analogji, do të faqena, të kota. E treta, thotë dhawq, shija dhe përvoja. Apo unë gjithmonë unë e di që thot me shije edhe me ëndra, sikurse kanë bërë sufit, do të përmendem. Edhe ka këta siyasa, me politikë. Apo realiteti, aktualiteti politike e lyp me kënd që sot apo sa është kundërshtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në emër të kësaj politike shumë apo dhe vazhdon të kundërshtohet apo. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, e para ka të bëjë me ehlul kibr, se këta janë kiberli. 4 kategoritë kanë kibër në vetë apo. E para thotë ehlul kibri min al mutakallimin. I thar dhe pasues e mendimësisë nga filozofët e ndryshëm, apo të cilët i kanë kundërshtuar tekstet e shariatit bima akulati me lfaside, me mendjet dhe logjikat e tyre të prishura. Apo, sikurse për shembull kanë instaluar rregull caktuar që për ta ka qenë i pashkelur, se nëse bien kundërshtim logjika, arsyeja e tij, apo me shariatin, padyshim se i japet përparësi logjikës së tij të ndritur, ndërsa shariati mbetet për më vonë më shqyrtuar. Kjo është do të nderuar padyshim në takim të parë, apo ka të bëjë me kategoritë të njohur të njerëzve, filozofët, ata që kanë kundërshtuar. Mirë, po kjo nuk përfundon tek ata. Këna mundsi na mu përfshin në detaj diku të caktuar, apo që me mendje me kështu me radhë, me kundërshtuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andaj gjithmonë kontrolloje logjikën tënde, arsyeën tënde, mendjen tënde, si po shkon ajo në raport me atë që ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe sa herë apo ndonjë tekst kuranor ose hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kundërshton në mënyrë të drejtë për drejtë ato që logjika jon e jap, modestia e kërkon që me hudh apo logjikën me nëshu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse njerëz mendjemaj
profesor doktor, apo s'mundem me thonë, ai është shumë i përparuar, shumë është i ngritën, saqë nuk ja lejon atij shkenca e tij, nuk kanë atij studimi i tij që me nguni pejgamber analfabet apo. Kjo kibër. Ai mund të jetë në rraf njerëzor modesti më i madh, kur zbërtat cilët mi po ne shëretikisht me një madh apo. Edhe Allah ka me thymë në masinë e tij, duke mposhtë teorinë e mendjes së tij apo. Sikur i kanë poshtë Allah xhallahu shumë teoria që kanë dashur mes logjikave ty të arrin deri tek një përfundim apo. Prandaj shiko ku i ka pru logjika njerëzit apo subhanallahu si kanë nënçmuar Allah xhallahu ata pa vërtet. A kanë nënçmim më i madh se krijesën më të ndershme të Allah xhallahu ala apo më të mirë të Allah xhallahu ala apo me e kthym periudhat majmunit te krijesa më nënçmuar apo. Majmuni gjithmonë përdoret për nënçmim, a keni një herë majmun që përdoret për shemb për trimni. Mi thon diku luan, a thot diçka. Madje termi luan, termi domon i kafshë që janë të fuqishme, edhe pse është hyjvan ai apo, po njerëzit e kanë përdorur për lavdata. Të kishte thonë për njëri ka për pilionit, se është i fortë, është trim, kish pas vetë kuptimi, apo kuptim cilësive. Po subhanallahu shikoj ku ka për logjika aty, mendja aty apo. Apo e kanë nënçmuar njërin deri në maksimum të mundshëm të nënçmimit apo. A ka njëri që krenohet me se dikush i ka majmun? Le preorën apo. Le preorën, kuptim kështu, që ata profesorë për shembull, që shpjegojnë se njëri për majmun apo. Mamzi më thonë o majmun, a nënçmim të lavdat, ka nënçmim për buzë, ka mos i mund të revanshu, me agresivitet me ta rikthye apo. Mi po më thonë, mashallah, si luani ja thon. A thotë diçka? Ju sot kurrë. Andaj kush don në këtë me kon mendje madh e nënçmon Allahu xhalla xhelaluhu. Edhe për buzë Allahu te bareka te ala. Prandaj kjo është një mënyrë e kundërshtimit përmes logjikës dhe arsyes. E dyta është, thot Ibn Qayyim rahimullah, ata që kanë ra viktime sa disa njerëz që kanë dashur me studiu, s'po them nga fuqahat, qase fuqahat nuk janë kështu apo. Po nga ata që kanë dashur me kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në emër të studimit të fikut, në emër të studimit të fesë Allahut azza wa jalla. Andaj sa rëndon që për një rregull të caktuar të analogjisë apo të kundërshtohet hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai ka thonë kështu, thotë po që rregulli kiasit nuk maqet më kështu apo. Subhanallahu, ku është kiasi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Këtë me kiase, me ijtihad, këtë shkruajnë barllag kur vjen hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. S'ka kias apo. As ka ijtihad, as ka rregulla të fikut, as usul, këtë binuj. Qase këtë usuli çka u formuar me shërbi hadithit. Me kuptu më mirë. Në qoftë se usuli na çon me kundërshtu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, usul. As na vjen ai fik, as kurrë na vjen. Kurrë që na e kundërshton Muhamedit nuk na duhet. Përkundazi, kjo mund më bëj mendje madh. Para disa njerëz apo në emër të kësaj unë kam studiu usul, të dy libra që ke lexuar apo, sot më kam dy libra, 100 libra apo. Hadithi po çështo. Apo, dhe nuk guxon të kundërshtohet as me usul, as me qiyas, as me kurrë nuk guxon të kundërshtohet domthon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kjo është një mënyrë në një kanal për me të cilët është refuzuar, është kundërshtuar ajo me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu të më pas kujdes. Apo, se çdo domthon njëri me kon çafer ose pa besimtar ose kategorisë parë, që thotë njëri për majmunit me kundërshtu. Mjafton me kon ndoshta njëri ka njëri me kon edhe i elitës së muslimanëve, nga prisë, nga hoxhallarët apo, po nga kibri, nga mungesa e modestisë të kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse rregullat e mësimit të tij që tu e quajnë apo. Këto rregullat, këto shkollat tona, këto diplomat tona, të gjitha këto janë në shërbim të sunetit. Atëherë kur apo bien ndesh këtë diçka, zynas diplomas, shkollas, fiku, as usules, kur e zyn. Nga se s'ka ardhur pejgamberi me shërbi usulit. Po ka ardhur usuli me shërbi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ajo është agati tina apo. Pra vendosja e rregullave që nganjëherë na vendos në bim ndesh me hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këto rregulla s'vjen Allah. Është rregull i fikut apo. Rregulli i fikut po kur pajtohet me ajet e hadith. E po rregulli i fikut kundërshton me hadith, s'na duhet. Nga se kjo është një mënyrë që është kundërshtuar suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vendosja e rregullave të pathyeshme. Po, duhet të pas rregull. Ulemat, sikurse Abu Hanifja, Imam Maliku, Shafiu, Ahmedi, Euzai, Sufjan al-Thauri, Ibn Mubarak, ulemat e mëdhaj kanë vendosur rregulla për me kuptuar fikun, me kuptuar hadithin, po s'ka pa rregulla. Për shembull ka thonë el-amru yufidu al-wujub, rregull, urdhni apo rezulton me vajib,
çdo urën, hadith ndaj që ka ardhur, apo çka kupton apo ti? Se ke obligim me kry. Se kam kjo rregull është i ardhur. Apo ose rregulla tjera për shembull që ulemat i kanë përmend. Nga rregullat e shumta, ato i shërbejnë fesë Allahu Azza. Po nuk janë rregulla të pathyeshme. I pathyeshëm është hadithi dhe ajeti. Këto janë të pathyeshme. Çdo rregull ka përjashtime. Çdo rregull mund të thehet kur në vetë nuk e përfshin ndonjë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qase mund gjitha këto rregulla janë relative, i ka vendosur njëri. Dhe ato gjithashtu sikur se njëri mund me pa me kon qelluar, mund kon gabuar apo. Po nuk duhet në emër të fekut, në emër të usulit, në emër të kujt i shkafet apo që të kundërshtohet suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se ke fund usuli, sahabët janë shkuën në xhenet edhe pa usul. E rëndësishme me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po usuli është shumë i rëndësishëm. I domosdoshmë kuptimin e vet, nuk do të kuptoj që unë e panënçmoj. Po është i parëndësishëm kur na mëson mos me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atë është i parëndësishëm. Nëse sa pasoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kush na do me pasu? Këtë ulemat, Ebu Hanifa rahimahullah, Shafiu rahimahullah, Maliku rahimahullah, Imam Ahmedi rahimahullah, gjitha qëllimi i tyre nuk ka qenë me formu shkollat tyre. Kur qëllimi i tyre ka qenë me vendosë rregulla të caktuara që muslimani u lehtëson kuptimin e fesë. Prandaj të gjithë kanë thonë idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Apo kur të vërtetohet një hadith, çfarë është madhhabi jam? Çfarë kam dashur marritën? Apo ose sikur se ka Imam Shafiu rahimahullah, nëse kundërshtohet një fjalë ime, një rregull ime me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjunë për mua apo. Ç'ka modestia? Ky njeri që për shembull thot mastrati ilmi, kush është Imam Shafiu apo? Mastrati angazhimi, mastrati autoriteti. Thot nëse fjala jam bjen dash me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjunë për mua, zvlen ajo fare. Madje Imam Ahmedi thot nuk ja bëj halal kurr, aty në të cilët do thot flasin në emërtimin, a nuk e din ku e ku marrë atë. Flasin pa baza. Shikoj, ky edhe në armiqësi me njerëz. Imam Ahmedi rahimullah, që njerëzit flasin pa dije, me hamendje për mendimet e Imam Ahmedi rahimullah. Dhe këta njerëz kanë qenë në kulmin e modestisë. Nuk duhet të përdorin fjalët e ulemave për të kundërshtuar fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjasë kjo është padyshim edhe keq përdorim e emrave të tyre, që vallahi kanë me kon këta hasëm të tyre emër kıyam. Ase kur në kurrës nuk ka qenë misioni e Ebu Hanifës, apo që njerëzit t'i thret në pasimin e tij, duke u shmangër pasimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush ku të guzëmish ku mëna se kështu ka bëu Ebu Hanifa rahimullahu. Kur? Po ka pas nga të tillë, ka pas nga pjesëtarët me dhëbet caktuar, mos duam të përmend me emra, që kanë thonë në qoftë se ndonjë hadith, shikoj që ka thonë. Në qoftë se ndonjë hadith bie ndash ose ajet bie ndash me diç nga mëdhëbi jon, ose është i dopt ose është i anuluar apo. Hadithi më thon derogum, ajeti derogum është, s'është e mundshme, më kundërshton me dhëbin tonë. Çka ke me dhëbet? Shpalli pi Allahu azza xal. Përpjekje njerëzore. Përpjekje ijtihad. Ijtihad ulemave që fundi që njerëz ka mundësi me gabu apo. I pa gabushëm mbetet shariati, vahi. I Allahu dhe ajo është gjykatësi të gjithëve. Jo dikush më marr guzim me gjyku shariatin apo. Në emër të çkave të qofte, atë arsyes, atë logjikës, atë usulet, atë fikut, atë tefsirit, çka do qoftë. Gjitha këto janë në shërbim, janë argat. Apo me do zot një thot shuj s'po të ves. Ha thon shuj. Apo nuk është argati ai që i mëson zotnin ka do të mirë. Jo, zotnia thot tu të paguajti për këtë punë, a është mirë apo mirë, unë jam këtu me vendos për këtë çështje. Jo ti je argat, ti je punëtor, e merr me ditën në fund dhe hasht. Çështën e dhulemat për bazë shariatit. E çështën sill ata. Prandaj një formë e shkeljes flagrante të modestisë është edhe kundërshtimi i sunetit pejgamberit në emër të analogjive të ndryshme, qiyaseve, ku e din çfarë të tjera që mund të përmendën këtë temë. Gjithashtu të tjerë që janë të kaluam në kibër dhe padyshim s'kan përfituar nga emri Allahu te Mutakabir, që ata ta instalojnë përmes të emrit modestin, është grupi i tretë, apo të ato që kundërshtojnë shariatin e Allahut azza xal përmes shijeve të ndryshme, përjetimeve apo të ndryshme. Allahu xhallahu ala ka thonë, sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo wa ju'ilat qurratu ayni fi s-salah. Ma është bërë kënaqësia namaz Allah. Namaz, unë kënaqem namaz. Vendi kush thot apo për shembull, u kënaqem të meditoj apo. Kush ka që meditimi është kënaqësi e kërkuar shajtë kështu. Ose meditim negativ, do të thotë që shpihen në praktikën e namazit.
ose sikur se kanë sufita, për shembull, gjendje të caktuara shpirtërore që e bën njëri me bot tavaf rreth Çabës atë. Shkati kanë duhet me shku atje me bot tavaf. Jo pish. Apo përjetimet e caktuara të djallëzuara, ato s'janë hynore, as kanë me Allahun xhallahu ala. Përjetimet të djallit ato që i mashtron djalli, shpesh përmes saj e kundërshton shariatin e Allahut xhallahu ala. U kënaqë me këtë, u bënë me këtë, kjo me bazë të pretime, me bazë të përvojave, me bazë të shijeve, nuk është shariati domthonë gjelltore, apo merr po të pëlqen, s'po makona, nuk ka kjo kështu apo, nuk ka shariati supermarket, hen të merr çka dush, çka dush, s'është shariati kështu vëlla, apo. Shihen tonde përdoren tesha, shihen tonde përdoren ngjyra, shihen tonde përdoren në ushqime, përdoren këto ta kallon, ama nuk ka shihen në shariat. E merr një argument se pas ka shihen amal, apo merr tjetër apo. Kështë ka thonë që ki dhe kejtë në tëmla. Kejtë shiratë është jamëllë. Gjitha aspekt i shiratë që nuk duke të jamëllë është e i smut. Se kejtë në tëmla. Mi po njerit smut edhe jamëllë ta i duke të idhër. E sëpse është e idhër e po, pëse ti i smut. Andaj nuk duhet me smunjen tonë na, mi ka thonë njerët që sheqeri u idhëtu. Po gëtë për i gjënavet njerëze, ku ka boj edhe sheqeri. Mos qëtë një mon qaj. Problema ti i smut. Ka përcen kë shiratë me pëtë që i jamëllë është. Në njerëz kanë krije të caktuara, kur të ka përcene merr është që kur të mëlsina atë. Ama pse ti ke gjykuar me diçka të kjo është. Prandaj lidhet e ndryshme me Allahun xhallahu ala. Pretimet e ndryshme jashtë kodizave të menhexhit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjitha këto janë forma, domthonjë që shkelet, domthonjë autoriteti i pakontestueshëm i shariatit dhe i vahjit dhe i Kuranit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E që ata që bën këtë shkelje, unë thash, mund të jenë kuptimin e veshjes shumë modest, kuptimin e fjalës shumë modest, por ata kanë një dozë të rrezikshme të mendimallësisë, që është më e rrezikshme se edhe për njerëz që është ato. Ka që ku guxon ti pretimin tënd me bën mbi hadithin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Kjo kibër. Valla kjo është për një kibër që është më anë. Po dyshë në shtrimin e kupton edhe shihen me hek për dorë. Qysh njëra hekum logjikën, s'ka logjik. Apo tani hekum krahasimet, analogjit, edhe dijen edhe këtë hekum. Edhe shihen edhe këtë hekum. Këtë hekum. Se shkojmë duke u shkarku, duke u zhvesh që të bëjmë rob në shtruar Allahu xhallahu ala. E jo sikurse kam thënë jo ortak, na sina partner me shariatin atë. Ne na rob të Allahu xhallahu ala. E robi nuk propozon, robi nuk kundërshton, robi nuk konteston, robi nuk voton, jo robi nështrohet. Ngan. Çi kjo detyrë, çi ta kiti, komplet, të diçka ti nuk i jap. Andaj rruga shumë efikase për të instaluar këtë modesti të nështrimit apo është njohja e Allahut mutekebir. Ajo është i lartë. Ti e poshtë. Veç ajo është i lartë e i pastër nga gabimi apo. Allah është mutekebir. Allah xhelal është shumë më i lartë se me gabuar. Na mund të thonë na shumë, jo, na mund me gabu më herë. Allah është shumë më i lartë apo se me gjyku në interes të dikujt. Shumë më i lartë çka çka. Na kena këtë mundësi atë. Anjë këtu na bën që ne të jemi të nshruar Allah xhelal. Dhe e katërta, domthon, thotë Ibn Qayyim rahimullah, nga ata që e kundërshtojnë shariatin, kategoria e katërt përmes politikës apo. Dhe zakonisht kjo është shfaqje të njerëz që janë në udhëheci, njerëz që kanë pozita, zakonisht munduan me laku shariatin për të arsyetuar pozitën e vet apo. Apo e bëjnë shumë fleksibil shariatin e Allah xhallahu ala për të arsyetuar. Këjt bën me radhë veç ai s'bën murzu apo. Apo këjt bën hadithin me radhë, bën mu komendu kështu veç ai s'bën pikarikë zot me zyp apo. Çka është rregull që ai s'bën me radhë. Këjt pasoj çka ndodhin nuk ka rëndësi më apo. Nërsa gjanat e para të modestisë kanë qenë ndryshe apo. Abu Bekri, Omeri, radiallahu ta'ala anhum, të tjerët, apo, ata e kanë vendos vetën në pozicion mes tyre dhe popullit të tyre me qenë shariati Allahu xhallahu ala. Kanë një dorë edhe nga pozita, edhe nga autoriteti, nga çdo sen, kur janë përballë me argumentin e pastër të Allahu xhallahu ala. Prandaj sa herë ka ndodhur që një grua apo e panjohur në histori me ndikuar që publikisht Omeri më hek dorë nga mendimi i tij, apo e sare ka ndodhur për shkakun që Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu me hik dorë nga autoriteti dhe me shpall padijen e tij për një çështje, ndërsa mos me marr guxim që me mendjen e tij me dhon përfundime të caktuara fetare, edhe pse ka qenë autoritativ pushtet, ka qenë halife dhe ona kanë pyet për një çështje trashëgimi, ka thonë nuk e di. Kanë thuaj me mendjen tonë ti, je sultan, çështë në rregull. Ka pa më thënë, spedion gjë po çështë pjaloj më. Po halife kon. Mi po se ka keq përdor pozitën e as politikën për shtamimin e argumenteve të shkallës. Andaj ka thonë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, apo
wa ayu sama'in tuqilluni. Apo wa ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idha qultu fi dinillahi bi ra'yi. Ka atëra e cila tokë mund të mon mu ose cili qiell mund të strehon mu në qoftë me mendjen time them diçka në fenë Allahut azza xal. Fakti që unë jam autoritativ, kam pushtet, më imponu, ka absolut nuk guzëm me apo drejt që unë më shtramu fenë Allahu xhalla xhelalu. Prandaj këtu janë katër rrugë kryesore dhe aktive vazhdimisht që përmes tyre njerëzit kanë kundërshtuar fenë Allahu xhelalu ala dhe kanë qenë mendje lart, duke e cenu në mas të madhe modestinë e kërkuar, e cila thash ka ardhur si pasojë e mungesës së njohjes së drejtë emrit Allahu xhelalu ala mutakabbir. Andaj kjo është një formë e ose është një kërkesë e shariatit për të kundërshtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mos ta kundërshtojmë, ne kundërshtimi përmes katërve. Ka se na thon fillim apo ti nështrojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe nështrimi bëhet në 3 ose ngrihet në 3 shtylla. Shtylla e parë është mos ta kundërshtojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe mos kundërshtimi nën kupton të qenit e pastërt që mos të gjendemi në një nga këto 4 kanale, apo. I dyti, shtylla e dytë, me cilën ndërtohet modestia, me cilën ndërtohet pasimi, me cilën ndërtohet nënshtrimi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është sikurse ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, që mos ta konsideron argumentin shariatik të pamjaftueshëm për ta vërtetuar saksinë e diçka fitave. A kom se nuk e kundërshton? E pranon. Po thotë ky si argument është i pamjaftueshëm, duhet me fuqizuar me shkencë. Apo kjo kibër. Apo me pas nevojë me kuptu dobin e ndonjë apo shariati. Me pas po me ndihmu njëri këto. Çrat ansora. Mi po a ka fuqi të mjaftuar me shariati, argumenti. Me e pohu një të vërtet, edhe në qoftë se nuk e përkra kur gjë tjetër në këtë dynja, po. E ka fuqinë e pavarur të ligjvënies apo. Nuk i duhet shariati me konsultu me shkencën çish provojmë kësaj puna apo. As nuk i duhet me konsultu me ekspertë ekonomisë, jo apo. Është e mjaftueshme që Allahu xhallahu ala e ka quajtur kamatën bërllëg. E ka quajtur kamatën shkaktar të rënimit të ekonomisë. Që Allah ka quajtur kamatën. Yamhaqullahu riba. Që thonë yamhaqullahu riba u yurbi sadaqat. Allahu xhallahu ka gjikuar që kamata të ketë karakter rënues, ndërsa sadakaja të ketë karakter ndërtues. Që do më ndihmu njërin me ngrit me sadak, po jo me bashkë me kamata. Allah ka kamata yamhaqullahu riba, ka gjikuar që të jetë rënuese. Edhe nuk i duhet asë një ekspert ekonomik, asë analist, me përkra këtë vendim se kjo është vërtet. Është vërtet absolute. Andaj, gjdere që një musliman e konsideran se është e pa mjaftueshme ky rregull, ose i mjaftueshëm është, po duhet mu forcu me diçka, themi se nuk e ke kuptuar emrin Allahut el-Mutakabbir. Allah xhallahu është shumë më i lartë, apo se me pas nevojë dikush në tokë më forcu vendimet e tij apo. A ky emri Allahut el-Mutakabbir, po ç'ka është? Sa ne tentojmë, ose spaku pretendojmë, ose spaku që po diune pishmeve tjera në këtë drejtim, mendojmë, propozojmë që të fuqizohet një rregull shariatik, një e vërtet shariatike, të fuqizohet me diç nga përvojat njerëzore ose taritat njerëzore kështu me radhë, ne e kemi cenuar në mas të madhe kuptimin e drejtë të emrit Allahut el-Mutakabbir. Ka që s'po me kemi cenu emrin Allahut el-Mutakabbir nga se nuk cenohet kur. Allah në betë ngritur, po na e kemi të cenu vetën tonë dhe kuptimin tonë për balë këti emrit Allahut el-Mutakabbir. Andaj, kjo është e cila, imi ka, nështimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do mënë që të bëhet duke mos u kundërshtu, apo duke mos pretendu se ka nevojë për plotësim, dhe e tërë thotë Ibn Qayyim rahimahullah, nga nështrimi ndaj pejgamberit është që mos të fabrikohen arsye të paqena të cilat ndikojnë në prolongimin dhe shtyrjen e zbatimit të urdhës apo. Ka se kjo është modestia apo. Për shembull apo. Ata të cilët e vonojnë namazin, po më ne fal namazin apo. Pse s'falesh, po çe edhe pa arsye të paqena. E vonojnë mbulesën. E din që ka obligim, e din gjithat i ka. Themi se arsye që po i përdorti. Shtatikisht e pranuar? Jo. Pa pranueshme, shtatikisht pa pranueshme. Andaj për aq së vonosh
ti e ke kuptuar me Allahu al-Mutakabbir, edhe s'ke modesti, ke kibër në zemrën tonë, që është e mjaftueshme me çun xhenem. Dhe nuk është edukat me Allahun xhallahu ala, nuk është modesti, apo që argumenti para syve me të nejt, edhe ti më për të dhe pak, apo. Pa një musafir me të tjera, subhanallahu, kur do koftaj, apo. A është nder, a është, më prit se jam të ila dur pak, apo. Ose prit se jam të kshu një film një herë kur të kytan ta çelërën. Kush e bën kështu apo? Nëse njerëzit ja bojnë mazik seriat apo. Wallahi 10 minuta me prit një të tjera apo, burri me prit të tjera apo. Çai bën gruas apo? Ku ke çelë derën, sa me llambon për 10 dakika të tjera me prit apo. Nëse argumenti prat që sa vjet të tjera apo, kush derën se çelë apo? Apo ku është nështrimi apo ku është përula, ku është modestia? Nuk guzon me bëj seriat as nit zbana hiç, ai është më i nalt, se me prit të tjera apo. Këtë na presim, këtë presin. Punë të shtëpisë dunjëse këtë presin. Nuk guzon seriat me prit as një sekondë hiç. Si troket ndir, do më qenë ndir me nerva. Po nish është kibër. Ja sill në arrogante me ndjemansin asil përbar shariatit që sa i prat një dakik para ditës sonë apo. Allah është më i nalt, se me pi shariatit ti apo për me hitën ndir apo. Ai është Mutakabbir. Nuk guzon fjala e tij me prit kërkon. Duhet të pas dy të çel gjithkund. Si të vjen ai? Se men apo atana. Që kjo është kuptimi i det i nështrimit pejgamberit sa. Çdo vonim është kundërshtim. Dikush mendon që vonimi është një lloj përgatitje në kismeti. Këto këto pallavra. Çdo vonim është kundërshtim. Çdo vonim i shariatit, çdo pritje ti është pa edukat, është mendimasi, se nuk guzon me prit. Fjala Allahu xhallahu te dira ju na. Guzon. A ka trokit nderaj? Kur e trokitja? Kur e ke marrë është ki obligim. Ai tu singruar tash. Ai po pret çela derën se unë era me të kalloj që duhet më ma qel derën apo. Për çka i themi në shariatit prit apo? Për çështje banale vëllai. Vallahi nuk i themi një lypse në dynja me prit për të punë apo. Te ku spaku, edhe nëse skemi ja çelëm derën ai inziston çel, cingrat derë, po them fal Allah po skam. Te ke mund çikaq. Një lyps thjesht apo nuk e lejmë prit të derë apo, se dyshim vjen keq. Nëse që sa pret argumenti mbulesës, argumenti i namazit, argumenti me lon kibrin, argumenti me lon zilin, argumenti me lon gibetin, tu pritën që sa, apo na për çështje banale apo, çështje të nefsit apo i themi prit pak, se jam zonë me të punë tjera. A nuk ka kibër? A nuk ka mendimasi? Çto do të pa ndikimin e ana më të kibër apo? Që më i thyt gjitha këto pengesa të paqena, të pa arsyeshme, të fabrikuara, të pa pranueshme, të pa legjitimuara. Këto më i thyj apo? Më na bëu rap në shtruar Allahu xhela xhelalu apo. A këto janë tri apo që i ka pranë Ibn rahimullah, të cilat kush i realizon është modest në raport me fenë Allahut azza xhel. Është modest në raport me Allahun te barekutaala dhe kjo thash është e mjaftueshme vallahi që vetëm kaq me pas njëri dije për kët me kuptuar det emrin Allahut al-Mutakabbir apo. E mos thosë për kuptimet e tjera që i cek kamerët, të cilat të gjitha nëse i kuptojmë mund të dërgohen nga një mesazh të saktuar të ndikimit në zemrën tonë përballë emrit të Allahut xhallahu ala al-Mutakabbir. Prandaj edhe për shkak të kohës së ngushtë nuk po vazhdojmë pikat e tjera, por edhe me pas kohë nuk kisha pasë me ngarku këtë fjalë të Ibn Qayyimit të art vallahi të mrekullueshme për hartën e modestisë. Hartën e modestisë çuç nëra bëhet modest përballë fesë Allahut xhallahu ala. Dhe kush është modest përballë fesë Allahu xhallahu ala, vallahi nuk ka çfarë pa ku modest para robët Allahu xhallahu ala. S'ka çfarë pa ku apo. Ka se shariati edukon që ashtu apo. Por fakti që sina modest me vetë nganjëra, me siguri është një defekt që po rrjedh dhe pa modestisë përballë fesë Allahu xhallahu ala. Prandaj modestia ndërtohet, modestia përballë shariatit ndërtohet në nënshtrim të pejgamberit e jo në kundërshtim. Dhe kundërshtimi rënohet me tri goditje që unë i cek apo. Dhe mbi ato rënoja të këtij kundërshtimi ndërtohet ndërtesa e ndërtimit ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mos kundërshtohet me katër kundërshtime kryesore, apo mos të kontestohet saksia e tij dhe fuqia e vërtetësisë që ai e sjell. S'ka nevojë për kroajas për partnera shariati, dhe e treta mos të shtyhet zbatimi i këtij urdhni dhe mos të pret nder, apo nga sa është kibër. Çela derën dhe zbatoje, nga se kjo është modestia e kërkuar përballë fesë Allahu xhallahu ala. Dhe kjo është kuptimi i drejtë i emrit të Allahu xhallahu ala al-Mutakabbir. Elus Allahu xhallahu ala që të na pastron zemrat tona me modesti, fjalët tona me modesti, qenien ton gjitha timi modest përballë fesë Allahu xhallahu fillimisht, pastaj edhe përballë krijesave të Allahu xhallahu ala, varësisht kush se si e meriton dhe kërkohet fetarisht apo. Kjo është ajo që patë mundësi më na kësaj kohë më përmend rreth emrit të Allahut al-Mutakabbir, dhe me kaq edhe po e dhojmë fund për sot. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.